Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Atëherë, pas nesër, pra ditën e diel, kemi hënën e re tek shenja Vricjapit. Për të gjithë ju që nuk e keni parë ende videon, do t'ju këshilloja me ngulm, është një hënë e re vërtet shumë e rëndësishme, është e para e vitit 2026, cili ka shumë rëndësi për gjatë gjithë vitit. Dhe mbi të gjitha, duke qenë se është edhe në boshtin nga fore Vricjap, ku do të thot edhe kulmimi jon, pra aty ku ne mund të arrijmë maksimumin, si edhe është momenti ku ne perceptojmë nëse jemi rritur mjaftueshëm, nëse duhet të ndryshojmë apo duhet të shtojmë të heqim elemente. Prandaj dhe vërtet që është një video që do t'i këshilloj me ngulm që ta dëgjoni, mund ta gjeni te kanali im YouTube-it. Emri i kanalit tim të YouTube-it është Astrologe Denisa Shylle, një lloj siç është tek të gjitha platformat e mia. Ndërkohë që sot do të bëj parashikimin javor që nga data 19 deri në datën 25 janar. Këtë e bëj çdo të premte, pra çdo të premte bëj një parashikim javor për javën në vazhdim. Dhe mund ta gjeni nesër te kanali im YouTube-it videon e plot. Si fillim flas në lidhje me ndikimet e përgjithshme, sepse na prekin të gjithë, duke qenë se preket natyra. Pas kësaj kaloj tek të gjitha shenjat me radhë. Në qoftë se nuk keni durim në këto momente që të më ndiqni deri në fund, do t'i këshilloj që të ndiqni nesër në përgjithësi në mëngjes herët, gjithsesi të maksimumi deri në orën 12 e keni gati. Përveç kësaj kam edhe lidhje të drejtë për drejta, çdo të hënave bëj lidhje të drejtë për drejta në lidhje me ciklin e hënës, ose me pyetje përgjigje, duke qenë se këtë javë ishte në lidhje me ciklin e hënës, javën që vjen pra datën 19 do të jetë me pyetje përgjigje. Nëse keni pyetje që tani mund të më shkruani. Jo tani, mund të shkruani nga DM-i, pra sepse do t'ju përgjigjem ditën e hënë. Përveç këtyre kam edhe parashikime ditore, tashmë nuk i bëj çdo ditë, sepse e kuptova që nuk është se kishte një interes shumë të madh, prandaj dhe vetëm ditët që e kuptoj që janë shumë të rëndësishme. Ato ditë do ju këshilloj që të merrni parasysh të gjitha normalisht gjërat që them, sepse i bëj shumë të shkurtër tashmë përse 1 minutë, por përtej këtyre do t'i këshilloj që të merrni parasysh periudhën kur hëna është në zbrazëti, sepse gjatë asaj periudhe ne vërtet që jemi më të ndikuar, duke qenë se jemi më të hapur edhe ndaj problemeve, ndaj incidenteve, ndaj aksidente, sepse jemi më impulsiv. Ndërkohë që përveç këtyre që janë shërbimet e mia pa pagesë, mund të merrni edhe shërbimin me pagesë, të cilat janë konsultat. Gjatë konsultave unë bëj analizat e hartave, mund të bëjmë edhe parashikimin në bazë të kësaj analize. Për të gjithë ju që nuk e dini orën e saktë të lindjes, duke qenë se ascendenti është i bazuar tek ora e lindjes, mund ta merrni edhe këtë si shërbim. Ndërkohë që të gjithë ju që nuk e dini, që e dini orën e saktë të lindjes, mund ta gjeni ascendentin tuaj në shumë faqe interneti që ekzistojnë. E imja preferuar është gjithmonë Astrosik. Mund të shikoni që atje, madje edhe ka dhe disa detaje të lezetshme që mund t'i lexoni. Duke qenë se tani edhe faqet mund të përkthehen shumë thjesht në gjuhën për kace, pra në shqip, si edhe keni më të thjeshtë që të marrni dhe informacionin për veten tuaj. Ndërkohë që ChatGPT nuk do t'ju këshilloj, sepse ChatGPT nxjerr gabim. Dhe përveç këtyre, mund të bëjmë edhe analizën e lidhjes. Këto lidhje nuk do të thënë që duhet të jenë vetëm sentimentale, mund të thonë edhe lidhje biznesi, brenda familjes, ose qoftë edhe një person, një individ të cilin jeni të interesuar të dini se çfarë lloj marrëdhëniesh mund të zhvillohet. Okej, këto ishin të gjitha shërbimet e mia me pagesë dhe pa pagesë. Mirë mbrëma, jam shumë mirë. Po fillojmë me njëherë tashmë ndikimet që do të kemi gjatë kësaj jave. Është një javë shumë e ngjeshur. Do të jemi me njëherë pas një hëne të re. Hëna e re është shumë e fuqishme, ka ndikime të cilat do të rrënjësojnë ideologji të reja, do të rrënjësojnë jetë të re, për të cilën ndoshta nuk jemi shumë të përgatitur. Ndërkohë që do të fillojmë me në datën 19 me hënën tek shenja ujorit, dhe do të kemi dhe shumë vendosje këtu që do të vinë njëra pas tjetrës, duke qenë se gjatë kësaj jave do të kemi 3 kalime shumë të rëndësishme tek shenja ujorit. Si fillim do të jetë dielli, i cili do të kalojë në orët e para të datës 20 janar. Është një kalim shumë i rëndësishëm, do ta ndjejmë të gjithë. Mënyra se do ta ndjejmë është një rënje e dukshme në energji.
kemi një energji pak të shpërndar kur dielli është i vendosur tek shenja ujorit. Kjo nuk mund të them se është diçka negative, është thjesht se ne duhet të përshtatemi kësaj. Bie fuqia në mënyrë të dukshme e diellit kur ndodhet tek shenja ujore, sepse është përballë me shenjën që ai udhëheq, si edhe ndriçon më pak. Prandaj edhe duke qenë se drita e diellit tek ne arrin më pak, edhe informacioni që ne marrim nga universi vjen dhe më pak. Si edhe jemi pak më të hapur që të bijem pre e iluzioneve tona, e manipulimeve që i bën njëri tjetrit, e të tjerë. Por shenja ujore ka dhe një veçanti të tillë që ne vërtet na lidh shumë me njëri tjetrin, sepse krijon shumë frymën e komunitetit. Ka në bazën e saj humanizmin dhe si rrjedhoj na ndihmon që dhe ne të shikojmë atë brenda vetes tonë dhe të bëjmë edhe një lidhje me kolektivin. Këtu nuk po bëhet fjalë për kolektivin që kemi brenda në botë, po bëhet fjalë me kolektivin e mos i përmbram atë qiellor. Si rrjedhoj është për vërtet shumë e rëndësishme. Pak më tepër që gjatë kësaj jave do të kemi edhe takimin e të njëjtit diell me Plutonin dhe kjo e thekson edhe më tepër këtë. Bëhet shumë më tepër intensive si veçori. Bashkimi i diellit me Plutonin do të jetë nga data 21 deri në datën 23 janar, është pra ditën e mërkurit, të njëjtë dhe të premte. Dita që do të ndihet më tepër është dita e njëjtë, është një ditë vërtet shumë e fuqishme, është dita më e fuqishme e javës, gjithçka të ndihem në mënyrë shumë intensive. Do të kemi ndryshime të shumta tashmë në jetën tonë, do të jemi të detyruar, më mirë të them, që të kemi ndryshime në jetën tonë, sepse kjo është edhe fuqia që ka shenja ujore, na detyron që të revolucionojmë gjithçka. Pra gjithçka që është e papërshtatshme, gjithçka që deri në këtë moment ndoshta nuk kemi dashur që të ballafaqohemi, sepse kemi pasur frikë edhe nga reagimet që kishte bota kundrejt nesh. Tashmë futemi në frymën që të dëshirojmë vërtet të drejtësi, dëshirojmë që fjala jonë të ketë peshë, si rrjedhoj të gjitha këto ndikime do të ndijmë vërtet shumë gjatë javës në vazhdim. Po ju këshilloj që ta mbani shënim data 22 janar është vërtet shumë e fuqishme, sepse gjatë kësaj jave mund të kemi edhe ndryshime të shumta të shumë dinamikave në botë. Duke qenë se java në vazhdim, pra nga data 26 deri në datën 28 janar do të kemi një takim shumë të rëndësishëm që është takimi i Marsit me Plutonin. Kjo javë si rrjedhoj është pak a shumë përgatitje për atë. Marsi do me thënë luft, ndërkohë që Plutoni do me thënë vdekje, si rrjedhoj do të kemi trazira vërtet shumë të mëdha dhe përgjithsisht kjo javë është vërtet përgatitje për atë. Arsye që po e them që duhet ta marrim parasysh është që të mos bien prej provokimeve që kemi në këto momente. Çdo gjë që po ndodh është vërtet që të marrin një farë reagimi prej njerëzve, prej individit, prej masave. Nuk po them që duhet të qëndrojmë në të përgjumur, po them që të shikojmë realitetin në sy, por të mos vjen prej manipulimeve, pra mos na tërheq njëri prej hundësh. Kemi një takim i cili është vërtet shumë i fuqishëm edhe kjo i përkon datës 22, është takimi i Mërkurit me Plutonin. Ky është një takim i cili prek drejt për së drejt intelektin ton, arrim që të shikojmë gjërat shumë më thellë. Vërtet që duam ne, arrim jemi të detyruar më të themi që ose të mbrojmë ose të dalim kundër të vërtetës, pra në një farë mënyrë të bëjmë zgjedhjen tonë. Kjo është java ku duam apo s'duam ne, kjo zgjedhje do të bëhet. Prandaj këshilla ime do të ishte përsëris që të mos bëjmë prej manipulimeve dhe të zgjedhim atë çfarë është e drejtë. Jo vetëm për ne si individ, pra të mos bëjmë prej egos tonë, të zgjedhim atë çfarë është e drejtë për kolektivin. Ndërkohë që një ndikim tjetër, edhe ky është përsëri kalimi ose më themi një takim tjetër planetar, i cili është takimi i Mërkurit me Diellin. Kur Dielli takohet me Mërkurin, kemi një fuqizim të fjalës, por nga ana tjetër mund të bijmë shumë herë më tepër shpejt prej egos tonë, sepse flasim gjithmonë vazhdimisht për veten tonë. Fati i mirë në këtë rast është i vendosur tek shenja e ujorit, këta të dy planete, si rrjedhoj. Ndikimi është shumë më tepër intelektual, pra fjala ka fuqi dhe mbi të gjitha ne kemi dhe më tepër aftësinë që të përdorim intelektin tonë. Prandaj bie më pak prej egos tonë, madje kemi edhe mundësi që të përforcojmë shumë në dukje të gjitha marrëdhëniet tona personale. Kjo është një ditë për këtë arsye përsi data 22 janar është dita më e rëndësishme e këtij muaji, për të mos thënë këtij viti, kemi një super ndikim
mjafton që të jemi të aftë të vetëdijshëm që ta përdorim, sepse gjithsesi ditë edhe mund të krijojmë kontakte të reja, po ashtu mund të përforcojmë marrëdhëniet tona në qoftë se kemi diçka që duam ta zgjidhim dhe deri në këto momente nuk kemi qenë të aftë që të perceptonim zgjidhjen. Ajo është një ditë që vërtet intelekti do të shkëlqejë, si rreth jemi edhe më të aftë edhe ne vetë që të perceptojmë zgjidhjet, të shikojmë detaje që ndoshta nuk i shikonim deri në këto momente. Pra, mbajeni shënim dhe nënvizoheni, ndërkohë që data 25 janar që përkon ditës së diel, javën që vjen, është dita më e vështirë e javës në vazhdim. Do të fillojmë që të ndjejmë pak a shumë atë këndin negativ ose më themi takimin e Plutonit me Marsin, sepse është negativ. Duke qenë se këta të dy janë planete malifik, do të kemi zmadhimin e shumë problemeve gjatë asaj dite. Gjithsesi, do t'ju këshilloja që si fillim, po e fillojmë nga kjo fundjavë. Këtë fundjavë do të këshilloj që ta kalojmë pak me qetësi, në përgatitje për javën në vazhdim, sepse java në vazhdim është vërtet shumë intensive. Do të kemi shumë ngjarje, të cilat do të vlojnë. Prandaj edhe nëse duam të bëjmë ballë, duhet të jemi shumë më të vetëdijshëm dhe të shpjollur mbi të gjitha. Gjatë kësaj jave, në qoftë se duam patjetër që të kalojmë kohë me persona, do të jenë patjetër persona të cilët ne na bëjnë mirë, na bëjnë që të ndihemi të shpjollur, jo persona që na lodhen nga ana psikologjike. Dhe mbi të gjitha, në qoftë se keni mundësi që të bëni detox, të bëni ushtrime në lidhje me frymëmarrjen, ose të kujdeseni me ushtrime të thjeshta, ose më të themi të lehta, si për shembull pilates apo yoga, kjo është diçka që do t'ju këshilloja me ngul. Por mbi të gjitha, në qoftë se keni mundësi që të paktën edhe gjatë një dite të bëni një farë perizi, pra të mos përdorni ushqime shumë të rënda, sepse në këto momente vërtet që mërqia është shumë e ndikuar. Kjo do të thotë që edhe e ftohta e prek, po ashtu edhe situata që në këto momente krijon tension shumë të madh tek trupi jon, dhe kjo në përgjithësi në këto momente po prek mërqin, do t'i këshilloj që të mund ta bëni. Pra ditën e diel, nëse e përdorë në këtë mënyrë, do t'ishte shumë herë më e logjikshme. Mërkuri tek shenja e ujorit, atë kjo kalon në datën 20 janar, pra ditën e martë. Ndikimet në përgjithësi janë shumë pozitive, duke qenë se Mërkuri ndjet shumë mirë tek shenja ujorit, na bën një lidhje vërtet shumë të madhe me qielloren, si rrjedhoj pothuajse downloadojmë informacione vazhdimisht. Kemi një mendje vërtet që punon në disa dimensione të ndryshme. Është një intelekt i cili nëse përdoret ashtu siç duhet, vërtet që do të na hyjë shumë në punë, kemi një komunikim shumë herë më pozitiv. Arrim që të përdorim këtë komunikim edhe për të krijuar lidhje marrëdhënie të reja, më tepër shoqërore bëhet fjalë këtu, dhe nga ana tjetër gjejmë edhe zgjidhje të shumë problemeve, sepse si thash, marrim vazhdimisht informacione nga universi. Është shumë pozitiv si vendosje, do t'i këshillojmë me ngurmë që ta përdorni, sidomos ditët e para kur Mërkuri është aty, duke qenë se është e vendosur edhe në disa yje fikse të cilat na jep një super fuqi pak a shumë të mendjes, do t'i këshilloj që këtë javë ta përdorim në maksimum. Por përsëris, data 22 është një datë shumë e rëndësishme edhe në këtë pikpamje, pra sepse intelekti jon punon në mënyra shumë të ndryshme. Kjo do të thotë që kemi edhe aftësi vërtet shumë të mëdha dhe kemi edhe një rritje të anës tonë spirituale, sepse arrim që të perceptojmë edhe spiritualizmin me anën e intelektit tonë. Kjo është një ndikim shumë i madh pozitiv. Unë e them shumë shpesh që këto të dyja janë në një të gjë, por shpesh një ndajnë. Pra, sikur spiritualizmi dhe mendja, intelekti apo logjika janë gjëra të ndara nga njëra tjetra, ndërkohë që nuk janë fare kështu, të dy janë gjëra të lidhura me njëra tjetrën. Pra, gjatë kësaj jave kemi mundësinë që të shikojmë se sa të lidhura janë këto me njëra tjetrën dhe sa çfarë lidhjesh ka universi përbrenda vetes. Dhe kemi edhe kalimin tjetër që është i Marsit tek shenja e ujorit. Kjo nuk është një vendosje shumë pozitive. Do të jetë ditën e premte, do të kalojë Marsi tek shenja e ujorit. Kur Marsi kalon te kjo shenjë, ndihet vërtet i shpërndar. Pak a shumë ftohet energjia, si rrjedhë edhe këtë ne e ndjejmë. Është pak a shumë një lloj si dhe dielli, siç e thash në fillim. Për këtë arsye, na duhet pak më tepër sforco që të fillojmë diçka. Mjafton që të jemi pak më të programuar në këtë rast, pra të mos presim që na vi frymëzimi pastaj të bëjmë gjërat. Duhet të bëjmë gjërat dhe pastaj të kuptojmë që frymëzimi do të na ndjekë. Ky është vetëm indikim që mund të jetë pak i luhatur pra, ndërkohë që ditët që janë problematike përsëris do të na presin javën që vjen, duke filluar nga data 26 deri në datën 28, duke qenë se 1 mars do të ketë takim me Plutonin. Këtë thash shumë shpesh, por janë ditë shumë të rëndësishme dhe janë disi të rrezikshme. Këto do fillojmë të ndijmë që ditën e diel, pra datën 25. Duke filluar nga shenja e Dashit. Shenja e Dashit është vërtet shumë e ndikuar gjatë kësaj jave. Në këto momente jemi në përgatitje sipër
të kalimit të Neptunit tek shenja e tyre. Si rrjedhoi bota e brendshme në këtë moment është vërtet duke vluar. Pak më tepër që siç e përmenda, edhe drejtuesi i tyre do të jetë në takim me Plutonin javën që vjen, pra nga data 26 deri në datën 28 janar. Si rrjedhoi gjatë kësaj jave jemi në përgatitjen edhe të asaj. Por për shenjën e Dashit, dita e njëjtë është shumë e fuqishme, është shumë e rëndësishme, por në të njëjtën kohë mund të bëhet edhe pakës e rrezikshme. Duke qenë se Marsi do të jetë te grada e fundit e shenjës së Brecjapit. Kjo do të thotë që në momentin e fundit mund të prishim gjërat. Në përgjithësi kjo do të vijë në lidhje me karrierën, mund ta sforcojmë shumë trupin ton dhe nga ana tjetër mund të sforcojmë edhe lidhjet tona të afërta. Këtu bëhet fjalë edhe për familjet, bëhet fjalë edhe për lidhjet sentimentale. Për këtë arsye, gjatë ditës së njëjtë, do t'i këshilloj që të jemi ekstra të kujdesshëm. Gjatë gjithë kësaj jave normalisht do të jemi të kujdesshëm, por dita e njëjtë është edhe më e rëndësishme. Në përgjithësi gjatë kësaj jave, gjërat që do të ndikohen do të jenë ndikime sipër janë tashmë çështjet shoqërore, sociale. Këtu kemi një fuqizim të dukshëm. Kjo shoqëri do të na shtyjë përpara, do të kemi disa kontakte të cilat do të na prezantojnë me mundësi të reja që ne të arrijmë që të realizojmë ëndrat tona. Por ajo çfarë duhet të bëjmë është që të jemi gjithmonë të kujdesshëm në lidhje me shëndetin ton fizik. Duke qenë se vazhdojmë që të kemi një shiron që është i vendosur tek shenja juaj, duam apo s'duam, ne shëndeti fizik është i prekur. Dhe kjo mund të i kaloj edhe nga ne, mund të kaloj edhe tek familja, pra edhe shëndeti i familjes mund të jetë i prekur, po ashtu dhe shëndeti i partnerëve tanë mund të jetë i prekur. Pra në këto momente kemi probleme të përgjithshme në lidhje me shëndetin. Por në qoftë se të gjithë këta persona dhe të paktën ne jemi të kujdesshëm në lidhje me shëndetin tonë fizik, kemi më tepër aftësi që të përdorim ato elemente që sapo përmenda, pra rritjen tonë në jetën tonë sociale, si rrjedhoi përdorimi i këtij elementi të ri që po zhvillohet në jetën tonë, për të krijuar lidhje të reja dhe për të arritur që të realizojmë ëndrat dhe qëllimet tona. Kjo javë për shenjën e Dashit do të thotë edhe prezantime persona të cilët mund të bëjnë personat e zemrës. Këtu bëhet fjalë gjithmonë për njerëz të cilët vijnë nëpërmjet shoqërisë, është më tepër e mundshme kjo, por janë persona të cilët janë shumë të përshtatshëm me ne nga ana intelektual ose ideologjitë që ne kemi janë shumë të përshtatshëm me njëri tjetrin, por mos thënë të njëjtë. Si rrjedhoi shenja e Dashit gjatë gjithë kësaj jave do të jetë vërtet shumë i kuptuar. Gjithçka do ta bëjmë me tepër pasion dhe si rrjedhoi kjo do t'i përkthehet edhe nga universi me një pasion vërtet shumë të madh, prandaj dhe mund të jenë në jetën e tyre persona që i bën të ndihen mirë, pra nga ana sentimentale. Por përsëris që të kujdesemi për shëndetin është kusht, duke filluar nga java që vjen, pra nga data 19 tuti, duke qenë se do të jemi gjatë pas një hëne të re, kemi edhe mundësinë që të fillojmë të krijojmë rutina të reja të shëndetshme. Këto normalisht do të këshilloj që të jemi në lidhje me sportin, të jemi më aktiv dhe të kujdesemi për çfarë ham dhe për çfarë pim. Në këto momente, duke qenë se edhe Marsi vazhdon që të jetë tek shenja e Brecjapit, jemi më të fuqishëm, prandaj të gjitha llojet e sporteve na bëjnë mirë. Por pas kalimit të Marsit tek shenja e Ujorit, do të këshilloj që fillojmë që të zgjedhim gjëra që janë pak më të buta, që kanë më tepër rrithshmëri, le të themi, sepse do të kemi më pak energji, si rrjedhoi, nuk do të këshilloj që të harxhonim të gjithën atë vetëm tek sporti, pra duhet të kemi energji për aspektet e tjera të jetës tonë. Shenja e Dashit në vazhdimsi do të jetë një nga shenjat më të favorizuara. Kam thënë që në fillim të këtij viti që është një ndër shenjat më të favorizuara të këtij viti, por në këto momente të paktën do të jetë vërtet shumë i vetëdijshëm dhe shumë i kujdesshëm për shëndetin e tij fizik. Shenja e Demit. Gjatë kësaj jave ka ndikime shumë të fuqishme. Është një nga shenjat që pak a shumë do ndihet sikur bota, qielli po i bie mbi kokë, sepse do të ketë shumë ndikime. Do të kemi nxitje pothuajse nga çdo aspekt i jetës së tyre. Çdo gjë është në lulëzim sipër, por siç e thashë duket sikur qielli po hapet dhe po i bie mbi kokë. Kjo sepse gjithçka po ndryshon dhe po ndryshon aq shpesh sepse shenja e Demit nuk di se çfarë të kap si fillim. Kjo është edhe arsye që normale, si fillim do të këshilloja që të jetë më i kujdesshëm dhe më i vëmendshëm në lidhje me shëndetin e tij. Këtu, për shenjën e Demit, më tepër bëhet fjalë për shëndetin e tij mendor, sepse kemi një trusnim vërtet shumë të madhe që vjen nga komplet universi. Kemi një downloadim shumë të madh të informacionit në këtë moment për shenjën e Demit, sepse kemi Uranin të vendosur këtu. Dhe Urani domethënë pikërisht kjo, universi, qielli.
dhe të gjitha informacionet që merr në këto momente mund të përdoren në të vërtetë në avantazhin ton, por duke qenë se kemi një furi shumë të madhe, e kemi të vështirë që të përzjedhim. Në qoftë se ne jemi pak më të qetë, mundohemi që të marrim edhe ndihmë nga personat që na rrethojnë. Këtu më tepër do të këshilloj që të marrim ndihmë nga vëllezërit, nga motrat dhe nga shoqëria jonë e ngushtë, sepse këta mund të na bëjnë udhëfyset tanë më të mirë. Për shenjën e dimit, java në vazhdim është vërtet një javë shumë pozitive, është një javë vërtet shumë intensive, por shumë pozitive, sepse ka mundësi vërtet të madhe që të përparoj shumë në karrierë, që të bëjë një person i cili shkëlqen, i cili ka një farë autoriteti. Kjo normal që vjen si rrjedhoj e punës që ka bërë deri tani, pra nuk është se vjen ashtu kot, por është shumë e lodhshme si javë, sepse si që thash është shumë intensive. Deri ditën e hënë do të kaloj edhe një periudhë ku Venusi do të jetë i vendosur me Plutonin, do të jetë në takim me Plutonin. Në qoftë se arrin që të te kaloni këtë si fazë, do ta kuptoni dhe ju se sa e thjeshtë është. Kjo është një energji vërtet shumë intensive që ju të bëj të kuptoni se ku e keni pasionin ju vërtet, cilat janë gjërat që bëjnë që zemra t'ju rrahej. Por normale, në qoftë se mbani gjëra në jetën tuaj, të cilat i keni aty për një kohë të gjatë, thjesht sepse i keni për një kohë të gjatë, edhe pse nuk ju bëjnë mirë, kjo do ju ndëshkojë. Prandaj duhet jemi të qartë, më bën apo s'më bën mirë, ta mbaj apo mos e mbaj. Në qoftë se ne bëjmë përzgjedhjet e duhura, java në vazhdim do të jetë vërtet shumë ermelet, edhe pse intensive. Por në qoftë se ne vazhdojmë që të ngulim këmbë të gjërat të cilat ne na dëmtojnë, pra janë të pashëndetshme për ne, sidomos në lidhje me karrierën, këtë po e nënvizoj, atëherë shenja e dimit vërtet që java në vazhdim e ka të vështirë. Në qoftë se keni vështirësi për të përzgjedhur dhe nuk arrini që ta perceptoni vetë se ku qëndron problemi, por përsëris ju lutem drejtoheni tek familjarët tuaj, ose më them tek vëllezërit, tek motrat dhe tek shoqëria juaj e ngushtë, sepse për tyre do të merrni mendime vërtet fantastike, të cilat do të ndihmojnë vërtet shumë. Në lidhje me shëndetin fizik, në këtë moment jemi të gjithë të prekur, detyrimisht jemi të prekur sepse temperatura ndryshon vazhdimisht dhe për shenjën tuaj vazhdojmë që të kemi të prekur pjesën e fytit dhe tiroidet, por më tepër tani mund të janë shtuar edhe mërçia dhe si rrjedhë të gjithë ju që jeni me diabet mund të keni edhe më tepër probleme në këto momente. Do t'ju këshilloj vërtet që të jeni shumë të kujdesshëm edhe në lidhje me shëndetin fizik. Shenja e binjakëve. Për shenjën e binjakëve kemi ndryshime kolosale gjatë gjithë kësaj jave. Dita e hënë e martë do të thotë për ta tashmë një riperceptim komplet i botës së tyre. Kemi ndryshime vërtet kolosale. Duam apo s'duam ne. Duke qenë se edhe Mërkuri do të jetë në takim me Pluton, siç e thash, çdo gjë e ndjejmë shumë më tepër intensive. Gjithë kësaj jave kemi ndryshime të shumta në botë, kuptimin që kemi si të gjitha ideologjitë që deri në këto momente i kemi pasur, kemi mbajtur shumë fort, do të testohen nëse janë apo janë të vlefshme. Si rrjedhoj kësaj dhe ne kemi mundësinë që tashmë që tani tutje të mund të zgjedhim atë çfarë ne na nevojitet, që na shërben më tepër. Këto ideologji ose të gjitha këto trajnime që mund të marrim në këtë moment janë vërtet shumë të dobishme. Do t'ju këshilloj madje që të gjithë personat që mundohen që t'ju japin diçka, një informacion të ri në këtë momente, ti merrni parasysh dhe ti mbani si persona të shenjtë, jo të shtrenjtë, por të shenjtë në këto momente, sepse do të bëjmë për vërtet udhërfysit tuaj më të mirë. Kemi një downloadim shumë të madh nga Urani, siç e thash, dhe për ju është tek bota juaj e brendshme. Prandaj edhe pse nuk arrini që ta perceptoni mirë se çfarë informacionesh po merrni shumë informacione. Këto do të dalin më tepër në dritë, duke filluar nga prilli e tutje, por në qoftë se në këto momente i anashkaloni, ose siç e thash, vazhdoni që të kapeni pas ideologjive që nuk ju shërbejnë, fanatizmave që nuk ju shërbejnë, normale që do të humbisni. Dhe nuk është se humbisni thjesht këtë moment, do të humbisni për një kohë shumë të madhe, do të humbisni edhe mundësitë të cilat do t'ju shpijnë vërtet shumë përpara, si në anën ekonomike, po ashtu edhe në qoftë se dëshironi që të krijoni një rrjet të mirë social i cili do t'ju ngrejë vërtet shumë lart. Kjo është një javë shumë e rëndësishme për shenjën tuaj. Dita njëjte është një nga ju jeni shenjë që është ndikuar më tepër se të gjitha të tjera pothuajse, sepse drejtuesi juaj është në takim me Plutonin, pra gjithçka është më tepër intensive dhe mbi të gjitha është në një pozicion pozitiv për ju. Pra arrini dhe që të shikoni, arrini që t'i kapni të gjitha benefitet që mund t'ju japi, prandaj do t'i këshilloj me ngujmë që ta përdorni. Më nëse se ta përdorni, sapo e thash,
çdo njeri që në jetën tuaj merreni parasysh, çdo informacion që jepet merreni parasysh, sepse të gjitha do t'ju hyjnë në punë, në mos tani më vonë. Në lidhje me shëndetin fizik, në këto momente kemi ndikime, vazhdojmë që të jemi në ndikime nga hëna e re, e cila do të jetë këtë ditë të diel, pra në datën 18. Duke qenë se shenja e bricjapit prek pjesën e frymarrjes, pra komplet sistemin e frymarrjes, edhe për ju është të mindjeshëm, do të thotë që edhe ju mund të preken. Kjo nuk do të thënë patjetër që do të sëmurni, por thotë që jeni më të ndjeshëm, prandaj edhe ruhuni. Kjo është e vetmi ndikim. Ndërkohë që në qoftë se keni probleme edhe ju me tiroidet ose me alergjit, do t'ju këshilloj që të jemi ekstra të kujdesshëm edhe gjatë javës që vjen. Përpërsisht gjatë gjithë javës që vjen, jo vetëm tani. Gjatë javës në vazhdim, për ju madje mund të kemi edhe disa propozime, më shumë mundësi nga vende jashtë shtetit ose nga punë jashtë shtetit, në disa raste edhe nga universitet apo shkolla jashtë shtetit, në mënyrë që të merrni trajnime ose të zhvilloheni. Nëse ky ka qenë qëllimi juaj dhe keni pasur pengesa deri në këtë moment, kjo është një javë vërtet fantastike. Përpërsisht çdo gjë që hyn në këtë moment në jetën tuaj, merrni parasysh sepse në mos tani më vonë do ta përdorni. Vërtet po e nënvezoj këtë. Dhe shenja e gafores. Shenja e gafores me kalimin e gjithë këtyre planeteve tek shenja ujorit do të futet në një fazë të re e cila është karmike. Duke qenë se për shenjën e gafores do të kemi tashmë riciklimin e të gjitha gjërave. Kjo hënë e re që është ditën e diel, pra në datën 18, do të mbyll shumë tema, por do të ketë edhe shumë tema të cilat ne në këto momente nuk arrim që t'i shikojmë, që janë aty domethënë, prandaj si do të vazhdojmë që të merremi gjatë gjithë muajit, ose më themi gjatë gjithë periudhës së shenjës së ujorit. Kjo nuk mund të them që është diçka negative. Përkundrazi, kemi mundësi që t'i zgjidhim shumë thjesht gjërat. Mënyra si mund t'i zgjidhim më thjesht është që të marrim ndihmë nga shoqëria jonë. Këta janë persona të cilët mund të bëhen burim shumë i mirë informacioni për ne. Sidomos në pikat që ne nuk arrim që ta kuptojmë edhe veten tonë. Dhe pak më tepër, në qoftë se nuk jemi të sigurt për njerëzit që po hyjnë në këtë moment në jetën tonë, edhe për partnerët që ne kemi, qoftë biznesi, qoftë edhe bashkëshortët ose partnerë sentimental, do t'i këshilloja me ngujmë që të merrnit dhe të zbatonit, të vinit në jetë këshillat që po japin shoqëria në këtë moment. Nuk po them shoqëri do si do, po them persona që keni besim, domosdoshmërisht. Kjo është e vetmja mënyrë që këtë periudhë ta tejkalojmë me sukses. Por kjo javë do të kemë ndryshime vërtet shumë të mëdha. Do të kemi edhe fillime të reja, rilindje me më të themi, por se gjithmonë në mënyrë që të rilindim, duhet edhe një pjesë e jona të vdesë. Kjo në përgjithësi për shenjën e gafores do të jetë vdekje e egos. Është një dhimbje shumë e madhe, të cila mund të ndihet, por për persona të cilët këtë e marrin me sportivitet, se e kuptojnë që po heqin nga jeta e tyre gjërat që nuk janë të nevojshme, për t'i hapur rrugën, gjërat që janë shumë herë më të dobishme dhe më të shëndetshme për ta. Kjo është një proces i cili do të bëhet vërtet shumë herë më i lehtë, dhe pak më tepër do të marrë një ndihmë vërtet shumë të madhe nga universi në këtë moment, sepse Jupiteri është i vendosur aktualisht tek shenja jonë, pra tek shenja e gafores. Ndikimi tek shëndeti fizik është aktiv, nuk mund të them që është shumë i fuqishëm, por vazhdojmë që të kemi të prekur sistemin tretës, cili do t'i këshilloja që ushqimet e buta të mos i ndani dhe të ujin mundësisht ta përdorni të ngrohtë, pra jo të ftohtë. Të gjitha ushqimet e ftohta apo pijet e ftohta në këtë moment vërtet që na bëjnë keq, prandaj do t'i këshilloj që t'i qëndronim larg. Kjo është e vlefshme për pothuajse deri në fund të muajit shkurt, por të paktën deri në datën 26 janar do t'ju këshilloja me ngul. Okej. Për ndikime se çfarë do të kemi në çështje sentimentale të tjera, këto kam folur gjatë gjërë sepse ndikoheshin nga hëna e re, do të këshilloj që të dëgjoni atë si video. Mund ta gjeni te kanali im në YouTube-it, e keni. E keni edhe të ndarë pjesë edhe një të plot, si të doni. Okej, shenja e luanit. Shenja e luanit ndikohet fuqishëm, duke qenë se dielli do të kalojë tek shenja ujorit, ku i bie energjia në mënyrë të dukshme. Shkëlqen më pak si lidhet dhe shenja e luanit, ndjen një energji më të ulët. Dihet pak më pesimist, sepse është futur në periudhën e dimrit, për ta ndikohet tek shëndeti fizik, për këtë arsye, ndikohet edhe tek morali i përgjithshëm.
Kemi mënyrë të anasjellë për ta zgjidhur këtë, domosdoshmërisht, por gjatë kësaj jave do t'ju këshilloja që në vend që të kërkoni mënyra të anasjellta, të përdorni me energjinë tonë me moderitet. Duke qenë se dhe hëna e re që do të jetë ditën e diel, do t'ju ndikojë në mënyrë të dukshme tek shëndeti fizik. Do të kemi një energji vërtet shumë të ulët edhe gjatë javës së vjen. Po nëse përdorim për energjinë tonë me moderitet, kemi aftësi vërtet shumë të mëdha që t'i dalim banë. Dhe mbi të gjitha, nëse jemi të organizuar dhe e shpenzojmë energjinë tonë vetëm aty ku na nevojitet, domosdoshmërisht jemi shumë të efektiv dhe kemi edhe mundësi shumë të mëdha që të përparojmë. Në qoftë se kemi nevojë patjetër që të marrim një ndihmë, këshilla ime do të ishte për shenjën tuaj që të merrni ndihmë nga partnerët. Duke qenë se nesër, pra ditën e shtunë, që është do të jetë në orën 13:30, pra në orën 1:30, do të kemi kalimin e Venusit tek shenja e Ujorit. Kjo do të thotë që marrëdhëniet sentimentale kanë një favorizim të dukshëm, si edhe marrëdhëniet në çift për me partnerët tuaj do të jenë vërtet shumë pozitive. Në këtë rast mund të marrni parasysh ose mund të merrni edhe ndihmën edhe të partnerëve të biznesit, duke qenë se kjo do thotë një farë materializimi më i mirë, më pozitiv për ju. Në përgjithësi, java që vjen, edhe pse nga ana energjetike do të jemi më ulët, përsa i përket çështjeve sentimentale, ju jeni shenja më me fat. Vërtet që jeni shenja më me fat. Dini shumë më mirë se si të komunikoni. Madje edhe gjitha këto kalimet planetare, ndërkohë që për të gjitha shenjat e tjera mund të bëhen të lodhshme, për ju nuk mund të them që është e njëjta gjë, sepse Plutoni ka kohë që është i vendosur përballë jush, tek shenja e Ujorit, dhe të gjitha këto kalime planetare do të dispusin këto intensivitetin që mund të keni ndjer ose trysnin që keni ndjer deri në këto momente tek të gjitha marrëdhëniet tuaja. E vetmja gjë që duhet jeni të kujdesshëm për përsërisje disa herë është shpërdorimi i kohët i energjisë tuaj, sepse kjo mund të thotë edhe probleme në shëndetin tuaj fizik. Dhe në disa raste, duke qenë se mund të kemi një energji të ulët, kjo siç e thash mund të jemi pak më tepër melankolik, mund ta shpërr edhe drejt depresionit. Në këto momente, për këtë arsye do të këshilloj që të bëni gjëra të cilat ju bëjnë që të ndjeni më të lumtur, që shtojnë pasionin karshi jetës. Çfarë do lloj gjëshi të jetë kjo? Qofshin këto hobi, qofshin kjo të kaloni kohë me persona që i keni më tepër gjatë, pra shoqëria juaj. Është komplet sjellja juaj. Shenja e Bergjereshës. Për shenjën e Bergjereshës hënë e re, që është ditën e diel, pra në datën 18, është një hënë pozitive, është vërtet shumë pozitive, kemi pastrimi në shumë gjërave që kanë qenë problematike për sa i përket krijimtarisë në jetën tuaj, pra kjo do të thonë edhe prodhimit të res. Si redhoj, pas kësaj kemi mundësinë që të krijojmë diçka të re. Por do të preket shumë shëndeti fizik. Prandaj dhe do t'ju këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm. Pika ku mund të preket më tepër për ju, duke filluar që nga nesër në të vërtetë, pra që nga data 17, do të fillojmë që të kemi shumë të prekur sistemin tretës. Ju atë keni më të ndjeshëm, detyrimisht ai do të preket më tepër, dhe kjo mund të shprehet edhe në probleme të rëndësishme tek sistemi nervor. Si edhe mund të kemi pak a shumë edhe ngërçe të shumta në të gjithë trupit. Për këtë arsye, edhe ju, një lloj siç edhe tek shenja e Gaforit, do të këshilloja që ushqimet dhe çfarë do lloj gjëje që konsumojmë të jetë e ngrohtë. Kjo na ndihmon vërtet shumë që të ulim trysnin që ndjejmë brenda trupit. Pasi kam thënë këshillën që kemi në lidhje me shëndetin, do të kaloj tek tematikat që janë vërtet shumë pozitive, që është krijimi i një rendi të ri në jetën tonë, i cili është vërtet shumë pozitiv, sepse jemi shumë më tepër praktik dhe të logjikshëm. Me kalimin edhe të Mërkurit tek shenja e Ujorit, kjo për ju do të thënë një ndikim shumë më pozitiv, sepse Mërkuri është drejtuesi juaj dhe ndjehet shumë mirë tek shenja e Ujorit. Si rrjedhoj do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe të intelektit, i cili përdoret në jetën e përditshme, kemi një rritje në efikasitet në punën që ne bëjmë, si rrjedhoj kemi edhe një rritje vërtet shumë të madhe në karrierë, dhe kjo do të thotë edhe një rritje vërtet shumë të madhe në të ardhurat materiale, pra janë të gjitha të lidhura me njëra tjetrën. Gjatë kësaj periudhe do të kemi një rrëzim të gjitha marrëdhënieve që janë brenda kolektiveve. Prej tyre mund të dalin edhe persona që mund të bëjnë persona të zemrës, por në përgjithësi do të kemi rritje në efikasitet. Pra, këta persona janë të përshtatshëm nga ana intelektuale për ju. Është një periudhë vërtet shumë e bukur, në të vërtetë. Do t'i këshilloj me ngëm që ta përdorni, por përpërsisht do të jemi shumë të kujdesshëm në lidhje me shëndetin. Dhe në qoftë se kemi nevojë për të marrë këshilla në lidhje me
temat e ndryshme që ne nuk po i perceptojmë dot mirë, ose që duam thjesht të zhvillohemi, këshilla ime do të ishte të marrim këshilla nga persona që i konsiderojmë pak a shumë si persona si mësues ose persona që ne inspirojnë, pra që ne të avancojmë përpara. Këta do të jenë personat më të përshtatshëm që ne të marrim mendime, sepse do të na drejtojnë në rrugë të cilat ne nuk arrim që të perceptojmë dot vetë. Kjo është edhe një gjë. Shenja e peshores. Shenja e peshores kam një këshill si fillim. Java që vjen normal që shumë intensive, këto të them më vonë, por e kam fjalën për ditën e nesërme. Kemi filluar që në këto momente dhe deri nesër, pra deri në datën 17 në orën 11 në orën 13:31 do të kemi Venusin të vendosur në gratën e fundit të shenjës së Briciapit. Prandaj dhe të gjitha marrëdhëniet familjare në këtë moment mund të jenë shumë të sfiduara, ose ju vetë ndoshta nuk ndiheni mirë brenda shtëpisë, ambientit ku jetoni. Mund të doni të ndryshoni diçka ose doni të lëvizni patjetër, por të gjitha këto ju lën pak më të hapur ndaj incidenteve, ndaj aksidenteve. Prandaj në këtë moment do t'ju këshilloj që të qëndrojmë dhe të mos bëjmë veprime impulsive, sepse këto vërtet që mund të na dëmtojnë në mënyrë të dukshme. Kjo nuk është thjesht diçka negative, mund të kemi dhe aspekte pozitive, si për shembull mund të marrim lajme surprizë, për shembull, që ndryshime të menjëhershme të komplet dinamikave familjare. Që do të thotë mund të marrim lajme për fëmijë, ose një person na bën surprizë sepse sapo ka ardhur nga jashtë shtetit ose nga një qytet tjetër për të na takuar, etj. Pra nuk është thjesht diçka negative, por në përgjithësi ne vetë individ mund të jemi pak më të hapur ndaj problemeve, prandaj këshillimi do të ishte që të jemi më të vëmendshëm dhe të mos bëjmë impulsiv. Ndërkohë që java në vazhdim. Duke qenë se tashmë do të kemi shumë vendosje, shumë kalime planetare tek shenja e Ujorit, por ju kjo do të thonë fillimi i një periudhe ku jeni vërtet në një krijimtarim tuaj më të lartë. Pak më tepër që edhe Venusi, pra nesër do të kalojë tek shenja e Ujorit, që të ta ndjejmë. Kemi një pasion vërtet shumë të madh ndaj jetës. Ndërkohë që për të gjitha shenjat e tjera, këto kalime planetare mund të thonë edhe probleme, por ju në përgjithësi do thotë rritjen e pasionit. Si vjedhoj mund të veproni edhe në mënyrë impulsive, por ky impulsivitet, javën që vjen, nuk është shumë negativ. Arsyeja që po e them këtë është sepse do të jeni shumë më tepër impulsiv për të përjetuar jetën ashtu siç duhet. Do të jeni shumë më tepër pasional prandaj jetës, si edhe mund të merrni edhe disa vendime, të cilat njerëz të tjerë mund të shikojnë me dyshim, por për ju mund të jenë shumë të rëndësishme sepse keni kohë që i mbani të fshehura, sepse nuk doni që të parajgjikoheni pak a shumë nga njerëzit që keni rreth rrotull, por që tashmë do të doni të përjetoni atë jetën tuaj ose lirinë tuaj, i ndjenjat tuaja, i mendimet tuaja ashtu siç janë. Të pa filtruara, pra, kjo është ndikim pozitiv, siç e thash, sepse rrit shumë më tepër krijimtarinë tuaj. Kjo krijimtari do të thotë që do të kemi edhe një burim shumë të madh socializimi, sepse do të doni që të keni shumë më tepër kontakte me njerëzit. Kjo do të prekë në mënyrë shumë pozitive të gjitha partneritetet. Por më duhet ta nënvizoj disa herë këtë, dita e hënë dhe e marrë duhet jemi vërtet shumë të vëmendshëm sepse këtu mund ta teprojmë. Pra, mund të jemi shumë më tepër pasional se çfarë duhet dhe mund të kalojmë edhe kufin për shembull që ne kemi për të harxuar ose mund të mos e marrim fare parasysh kohën që mund të shpenzoj partneri jon, se që mund të na jap partneri jon, cilë do të pasat na ngelet hatri e të tjerë. Pra, në këtë pikë do të këshilloj që të jemi pak më të vëmendshëm, gjithsesi gjithçka duhet të jetë në filtrin e logjikës tuaj, pra, në lidhje me këtë temë, por përveç kësaj është një javë vërtet pozitive, në përgjithësi me ndikime shumë pozitive, pra do të këshilloj që ti përdorni. Ndërkohë që dita e diel, javën që vjen, duke qenë se tashmë do të kemi fillimin e është takimi i Marsit me Plutonin, kjo për ju do të thënë një ndikim i cili mund të bëhet shumë i fuqishëm dhe i cili ju mban pak a shumë peng. Mund të keni këto probleme familjare që përmendë që mund të hapen këtë ditë të diel, mund të zmadhohen edhe më tepër javën që vjen, dhe kjo mund të thotë edhe përçarje shumë të mëdha brenda familjeve. Si rrjedhor, do të këshilloj që të jemi shumë të vëmendshëm, vërtet shumë të vëmendshëm. Në qoftë se kemi një diskutim për ta bërë, ta bëjmë gjatë javës. As ditën e diel, të diel për jon datën 18 dhe as në datën 25, që të mos e lëm për atë datë. Gjatë sa jave duhet të zgjidhim të gjitha këto tema që të mos i shndërrojmë tashmë në grindje ose në sherrë vërtet shumë të mëdha, që nuk dim se nga të zgjidhim pastaj. Okej, shenja e Akrepit. Për shenja e Akrepit, pak a shumë një lloj siç tek shenja e Luanit, duke qenë se
kemi një periudhë të gjatë ku Plutoni është vendosur tek shenja ujori, pra drejtuesi i tyre është vendosur tek shenja ujori dhe ka kënde negative me ta. Tashmë me këtë energji jemi mësuar, na rëndon, na zbret poshtë. Kjo tashmë mund të përdoret në avantazhin tonë. Mënyra se ta përdorim këtë është si fillim që të perceptojmë ne ndjenjat që kemi. Këtu do të fillojmë të ndjejmë që nesër, duke qenë se Venusi do të fillojë gradualisht të jetë në takim me Plutonin. Do të jemi shumë më tepër pasional në këtë rast ndaj jetës, do të jemi shumë më intensiv në ato çfarë ndjejmë, si do të kemi shumë më tepër aftësi që të perceptojmë nëse kemi ndjenja për dikë, apo nëse na pëlqen apo s'na pëlqen diçka. Dhe falë kësaj do të kemi dhe aftësinë, duke filluar nga data 20, pra ditën e martë, që edhe të më përdorim intelektin ton për t'i përkthyer këto në jetën tonë materiale, pra fizike. Është një javë shumë produktive për këtë arsye. Është java më produktive për shenjën e Akrepit. Do t'i kushtojmë me ngujmë që ta përdorim. Ndërkohë që kemi shumë vendosje në këto momente edhe tek shenja e Peshqve. Kjo e zbut shumë të gjitha këto ndikime që sapo përmenda. Ndërkohë që shenja Vjorit është një shenjë e ftohtë, sepse është shenjë ajri, dhe shenja e Akrepit është shenjë ujë, por edhe zjarri në qoftë se duan që të përdoren për përsëri atë energjinë e tyre, atë zjarrin e tyre që kanë brenda vetes, do t'i këshilloj që të përdorin edhe kreativitetin. Çfarë do të thotë kreativitet nuk ka shumë rëndësi, nuk po them që të bën gjithë art, domethënë, po them që nëse diçka ju rrit pasionin tuaj, qoftë të shikoni filma, qoftë të shikoni edhe sport në disa raste, sepse kjo rrit shumë pasion, do t'i këshilloj me ngul, është një periudhë ku sa më tepër që të ndjehemi ngrohtë brenda vetes, sa më tepër që të ndjejmë atë zjarrin ndaj jetës, aq më tepër kemi mundësi që të materializojmë gjithçka që ne dëshirojmë. Rritja më të madhe shenja e Akrepit në këtë moment ka krijimin e stabilitetit ekonomik, po krijon bazat e që i nevojitet në mënyrë që pastaj të fillojë të ndërtojë gradualisht. Kjo është arsye që po them, kreativiteti në këtë moment ka shumë rëndësi. Kemi përdorimin e duhur të intelektit, ditët që është shumë efektive, janë vërtet shumë produktive për shenjën e Akrepit, është data 22, do t'i këshillojmë vërtet me ngujmë që ta përdorim, sepse është një nga ditët që mund të bëjë vërtet kthimi i gjithçka. Në qoftë se kemi menduar për shembull që nuk keqim fat ose nuk dimë se si t'i bënim gjërat, ose ndoshta nuk merrnim ndihmën e nevojshme nga familjarët tanë, apo nuk kishim vlerën, nuk vlerësoheshim ashtu siç duhet edhe nga prorët tanë. Kjo është data më e rëndësishme për ne, sepse mund t'i bëjmë edhe këto diskutime të vështira që ndoshta e kemi shtyr për një periudhë të gjatë, po ashtu edhe mund të marrim dhe ndihmë vetvetiu. Pra është një javë vërtet shumë pozitive, produktive për këtë arsye. Por i përsëris, shëndetin fizik duhet vazhdojmë që të jemi shumë të kujdesshëm. Kemi mundësi vërtet të mëdha në këtë moment që të ndërtojmë gjithë jetën shëndet dëshirojmë, mjafton që të jemi të kujdesshëm në lidhje me shëndetin fizik. Në qoftë se këtë e kemi të programuar jetën tonë të përditshme, pra bëjmë sportin e duhur, ushqemi ashtu siç duhet, çdo gjë është e thjeshtë. Po në qoftë se i lëm pas dorë shëndetin fizik, të gjitha këto që thash në fillim harrojnë sepse nuk është se i përdorin dot. Për shenjën e Akrepit mund të kemi edhe prezantime lidhje me çështje sentimentale. Është pozitive në këtë aspekt. Shenja e Shigjetarit gjatë javës në vazhdim. Si fillim, po them, hëna e re që është datën 18, pra ditën e diel, është shumë e fuqishme, ndikon drejt për së drejti të ardhurat materiale, vlerat që ne kemi, si rrjedhoj të gjithë këto, vlerat të rifituara ose të rishikuara, do të mund t'i përdorim javën në vazhdim. Duke filluar që nga dita e nesër, pra datën 17 janar, do të fillojmë që të përdorim njerëz si fillim mënyrën tonë të komunikimit në mënyrë më efektive. Komunikimi ka shumë rëndësi për shenjën e Shigjetarit në këto momente. Ka shumë rëndësi sepse ka shumë cikle të cilat po mbyllen, si rrjedhoj ka shumë diskutime për të bërë. Prandaj dhe një përdorim i favorshëm i komunikimit është shumë e rëndësishme në këto momente dhe detyrimisht është pozitive. Ndërkohë që me kalimin edhe të Mërkurit tek shenja e Ujorit, kjo do të thonë që të gjithë intelektin tonë mund ta përdorim edhe më mirë. Kjo është arsye që shenja Shigjetarit gjatë javës në vazhdim mjafton që të jetë pak më i qetë, të mos bjerë pre e depresion, sepse mund të kemi edhe këtë tendencë. Arsye që mund ta kemi këtë tendencë sepse kemi kaluar nga shumë sfida në këtë moment, ose po mbyllim shumë cikle, siç e thash, karmike, si rreth mund të jemi pak të lodhur, dhe kjo mund të shtyjë drejt depresionit. Në qoftë se qëndron në esencën tonë të vërtetë, sepse shenja Shigjetarit është një nga shenjat më optimiste që unë njoh personalisht,
Mund të përdorim të gjitha këto elemente që kemi në këto momente në avantazhin tonë. Pra, logjika është shumë efikase, gjatë gjithë javës në vazhdim arrim që ta përdorim në mënyrë shumë efikase dhe dita njëjte edhe për ju është shumë e rëndësishme sepse kemi mundësinë që të gjitha këto elemente që sapo përmenda ti përdorim për të ndërtuar një jetë materiale, pra të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Bashkëpunime do t'ju këshilloja. Nëse ju nevojitet patjetër që t'u udhëtoni për t'u takuar me dikë, për të krijuar diçka të re, patjetër që do t'ju këshilloja. Nuk ka rëndësi është brenda apo jashtë vendit, edhe pse brenda për brenda vendit do ta kemi shumë më tepër aktive o shumë më tepër pozitive në këto momente. Punët që mund të bëni me vëllezërit, me motrat tuaja. Nuk po them puna fatgjata sepse nuk mendoj se janë shumë të shëndetshme punët që bëhen brenda familjeve, gjithsesi kjo është zgjedhje personale. Edhe këto, gjatë kësaj jave, gjithsesi janë shumë efikase sepse përkthejnë vërtet në të ardhur materiale shumë të mira. Dhe të gjithë ky ambienti jon, rreth jon i ngushtë na bën të ndihemi shumë mirë, shumë më tepër pozitiv. Prandaj siç e thash, nëse ka momente që ndihemi pak a shumë si depresiv, do t'ju këshilloj që të drejtojmë te këta individ, pra personat që kemi rreth rrotull, vëllezërit, motrat tan, kushërinjt tan, shokët, miqtë tan të ngushtë, sepse këta vërtet që do të na ndihmojnë që të jemi përsëri vetvetja, sepse janë persona që na vlerësojnë më shumë. Gjatë kësaj jave do ta ndijmë edhe më tepër këtë. Ndërkohë që për sa i përket çështjeve sentimentale, shenja e shëgjetarit ka fat, po ky fat vjen me kushte, nëse se kemi marrë mësimet që na janë nevojitur. Si rrjedhoj nëse se nuk vazhdojmë me ngurmë që të marrim në jetën tonë personat që janë të pashëndetshëm, ndërkohë që nëse vazhdojmë me ngurmë që të marrim në jetën tonë persona të pashëndetshëm, kjo është java ku mund na thyet zemra vërtet shumë dhe mund të kemi zhgënjime shumë të mëdha. Prandaj, do t'ju këshilloja vërtet që të jemi shumë të vëmendshëm në këtë aspekt. Ndërkohë që për sa i përket shëndetit fizik, jemi në fazën ku të gjithë duhet jemi të kujdesshëm, nuk është se ka diçka ekstra për ju, por gjithsesi të jemi të kujdesshëm për shëndetin fizik, asnjëherë nuk ta dëmton, përkundërse na bën mirë. Shenja e bricjapit. Ditën e diel kemi një hënë të re tek shenja juaj. Kjo do thotë një rilindje për ju, fillimi i një identiteti të ri, i një jete të re, më themi që e perceptoni në mënyrë shumë ndryshe, edhe nëse nuk ndryshon asnjë gjë, ju ndryshoni mënyrën e perceptimit, si rrjedhoj edhe gjithë universi për ju ndryshon. Kemi fokusimin më të madh tashmë tek të ardhurat materiale, kjo do të vi pak a shumë vetvetiu me kalimin e Venusit tek shenja ujorit, do të marrim një fuqizim shumë të madh edhe nga njerëzit që kemi rreth rrotull, pra shoqëria në këtë aspekt do të na ndihmojë edhe më tepër, ndoshta mund na prezantojmë me punë të reja, me mundësi të reja që mund t'i përdorim për të ardhur materiale. Gjithsesi, gjatë kësaj jave, këshilla ime do të ishte që çdo gjë ta vrojtojmë dhe të mos investojmë. Duke qenë se në këto momente mund të kemi tendencë që të ndihemi shumë më tepër pasion, se çfarë do të pas diçkaje, sidomos për sa i përket vlerave materiale dhe si rrjedhoj të bëjmë investime të cilat nuk janë shumë të logjikshme. Por nëse i vëzhgojmë mirë gjatë kësaj jave, java në vazhdim do të jetë komplet e kundërta, kemi mundësi që të hedhim hapa më të sigurt. Më mirë po e themi pas datës 28, sepse pas datës 28 vërtet që do të kemi aftësi shumë më të mëdha që të përdorim çdo element që na nevojitet në jetën tonë. Kemi mundësi për të kryer një stabilitet ekonomik, por siç e thash, duhet jemi vërtet shumë të vëmendshëm. Ndërkohë që gjithë të energji, super energji më mirë të themi që po ndjejmë gjatë kësaj jave, këshilla ime do të ishte që ta drejtojmë tek rregullimi i marrëdhënieve që kemi problematike. Kjo mund të jetë edhe brenda familjes, mund të jenë probleme, marrëdhënie problematike që kemi në shoqëri, po ashtu edhe me partnerët tanë. Këto në qoftë se nuk janë, sepse nuk është të thënë që të jenë patjetër problematike, por në qoftë se nuk janë problematike, mundet edhe të organizojmë diçka me këta persona, pra me familjarët tanë, me persona që na bëjnë të ndihmojmë, pra që kemi më afër zemrës, dhe të investojmë edhe më tepër tek këto lidhje, sepse janë lidhje që vërtet do të bëhen të domosdoshme pasi Saturni të kalojë tek shenja e Dashit, që do të jetë në datën 14 shkurt. Pra deri në atë datë duhet vazhdojmë që të investojmë tek të gjitha marrëdhëniet tona personale, sidomos brenda familjes dhe ato që janë me partnerët tanë, sidomos brenda martesave. Këto janë lidhje të cilat vërtet do të testohen gjatë asaj periudhe, prandaj nëse se nuk jemi të vëmendshëm në këto momente, pra nëse nuk investojmë ashtu siç duhet dhe nuk zgjidhim problemin ashtu siç duhet, atëherë do të kemi vërtet probleme. Kjo është javë e rëndësishme për përsërisë të vëzhguar se ku duhet të investojmë më vonë dhe kohën mundësisht ta investojmë
ta kalojmë me personat tanë të familjes dhe partnerët tanë. Shenja e ujorit. Shenja ujorit ka një super fuqi gjatë kësaj jave, kanë ndikime shumë të mëdha. Fillojnë që nesër, që nga data 17 me kalimin e Venusit tek shenja juaj. Është një fuqizim vërtet shumë i madh, kemi një pasion shumë të madh që rritet vazhdimisht për jetën, kemi një intelekt që përdoret në mënyrë perfekte. Gjithë njerëzit që kemi në jetën tonë arrim që të shikojmë ashtu siç janë në realitet. I shikojmë pak a shumë të dukshëm, pra asnjë që askush nuk arrin që të na fsheh gjë. Downloadimet që marrim nga universi gjatë kësaj jave shtojnë edhe më tepër. Do ta ndjejmë shumë edhe gjatë kësaj hëne të re, duke qenë se është në kënd pozitiv me ujorin që është me uranin që është drejtuesi juaj. Marrëdhëniet familjare gjatë kësaj jave janë shumë të fuqizuara. Kemi një ndikim shumë të rëndësishëm. Këtu do të thotë edhe një stabilizim vërtet shumë të madh brenda banesës. Madje, e njëjta gjë mund të bëhet edhe pak a shumë të trampolinë e cila ju hedh përpara në lidhje me karrierën tuaj. Kjo do të thotë që mund të keni dhe propozime të shumta në lidhje me këtë temë. Më tepër do të fillojmë që ta vëmë re nga data 20 e tutje, pra ditën e martë të tutjes, sepse diell do të kalojë tashmë tek shenja juaj, me qira fjalë gëzuar ditëlindjen. Dhe si rrjedhoj, do të kemi vërtet një fuqizim shumë të madh tek ju. Fillojmë stina juaj, prandaj edhe keni më tepër fat, prandaj edhe të gjitha oportunitetet fillojnë që të dalin përpara. Pak më tepër që edhe Plutoni që është i vendosur tek shenja juaj krijon atë fushën e gravitetit drejt jush, të gjithçkaje. Normalisht do të jeni përzgjedhës, nuk mund të merrni gjëra që ju dëmtojnë jetën tuaj, do të jeni më të shëndetshëm në zgjedhjet që bëni. Por ju tashmë keni aftësinë që ta bëni këtë. Por ju përsëris duke filluar nga dita e martë tutje edhe më tepër, sepse Mërkuri do të jetë i vendosur tek shenja juaj, si rrjedhoj logjikën arrini ta përdorni në mënyrë perfekte. E thashë në fillim. Kemi një socializim vërtet shumë të madh, jemi shumë më tepër aktiv në të gjitha marrëdhëniet tona, apo sidomos në jetën tonë sociale, dhe kjo do të thotë edhe zgjerimin e rrjetit tonë social, pra miq të rinj mund të hyjnë në jetën tonë. Do të shikojmë gjëra shumë më të thjeshta tashmë, nuk është se do të kapemi tek gjërat mundane ose ato që s'po më fjalë tjetër, dhe si rrjedhoj do të kemi aftësinë që të përdorim pra intelektin tonë në mënyrë shumë të lartë. Dhe kjo do të thotë që do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe në karrierë, siç e thash, dhe si rrjedhoj mund të kemi edhe rritjen të ardhurave materiale. Por vazhdojmë që të jemi në periudhën, vazhdojmë që të jemi në periudhën që mund të bëjmë harxime. Kjo nuk do të thotë që mos bëni asnjë lloj harximi, do të thotë thjesht që duhet të bëni harxime me më tepër logjik. Kjo është e vetmja gjë. Të gjitha investimet që bëni në këto momente në të vërtet kanë rikthim shumë të mirë, prandaj në vend që të shpenzoni parat aty ku nuk është shumë e nevojshme, mund të shpenzoni ose mund të investoni në diçka që do t'ju kthehet mbrapsht në të ardhur materiale të mira, në qoftë se këtu nuk bëhet fjalë më të themi thjesht për anë materiale, bëhet fjalë edhe për investimin e kohës, do t'ju këshilloj të investoni tek individë të cilët deri në këto momente e kanë provuar veten e tyre. Përsa përket çështjeve sentimentale, shenja ujorit është një nga shenjat vërtet shumë e rëndësishme, duke qenë se kemi kalimin e Venusit tek shenja juaj, domethënë që dashuria lulëzon domosdoshmërisht. Kjo domethënë që ju dalin përpara dhe persona që janë shumë të këndshëm, persona të cilët ju bëjnë që të ndjeni mirë, dhe që keni më të thjeshtë të shprehni dhe mendimet dhe ndjenjat tuaja, si rrjedhoj mund të kemi dhe krijimin e lidhjeve të reja çësaj periudhe. Por së mos kjo javë ka një pasion shumë të madh brenda, prandaj edhe është shumë më e mundshme. Shenja e peshqve. Shenja e peshqve futet në periudhën ku duhet filloj që të jetë shumë i kujdesshëm. Do të kemi kalime planetare tashmë tek shenja ujorit, si rrjedhoj do të thonë që të preket shumë bota jonë e brendshme. Kjo bota jonë e brendshme, duke qenë se shenjën e peshqve e prek gjithmonë shumë më tepër se çdo gjë tjetër, pra sepse kemi një imagjinat shumë të zhvilluar, bota jonë e brendshme është gjithmonë më e pasur. Prandaj dhe kur kemi shumë vendosje aty, kemi edhe më tepër stimulim nga jashtë, detyrimisht e ndjejmë edhe më tepër në forma trusnie. Si rrjedhoj mund të kemi edhe një trusni, mund të na shpjerë edhe në veprime që janë impulsive, në të njëjtën kohë mund të preket shumë edhe shëndeti jonë mendor dhe fizik, por më tepër në këtë moment do ta ndjejmë tek shëndeti jonë mendor. Kjo nuk do të thënë se është e pavarëballueshme, do të thënë që në qoftë se ne biem pre e kësaj plagështie që mund të ndjejmë në këto momente, do ta kemi shumë më të vështirë për të dalë që aty, si rrjedhoj këshilla ime do të ishte që një në radhë parë të jemi realist.
E dyta, të jemi më të programuar që t'i vëmë, domethënë të bëjmë programin e saktë çdo gjë që duhet të bëjmë dhe pastaj të kalojmë kohë të socializuar. Sa më pak kohë që të kalojmë vetëm, aq më mirë është për ne në këto momente. Për shenjën e peshëve, ndikimi më i madh dhe më i rëndësishëm është se është periudha në këto momente ku do të akumulon gjithçka. Persona, akumulon të ardhmë materiale, akumulon informacion, akumulon gjithçka pra. Dhe të gjitha këto i duhet t'i mbjell në një terren që është i pastër në mënyrë që pastaj të marrë rezultatet më të mira dhe më efikase. Të gjitha këto faktikisht do të lehtësohen shumë më tepër që të arrijë të perceptojë se cilat janë gjërat e dobishme më të themi, duke filluar nga data 26 janar, është javën që vjen. Por deri në atë datë do t'ju këshilloj që ne të përdorim eksperiencën dhe intuitën që kemi fituar deri në këto momente. Në qoftë se është patjetër e domosdoshme, do t'ju këshilloja që të marrim edhe mendimin e familjarëve tanë. Në këtë pikë bëhet fjalë më tepër për vëllezërit dhe për motrat tanë, edhe pse familja, pra babai, nëna, edhe ata mund të na japin disa ide vërtet shumë geniale. Në përgjithësi vetë shenja e peshëve, duke qenë se ka një intuit shumë të lartë, shenja më intuitive, nuk besoj se do ketë shumë nevojë që të marrë dhe mendimin e të tjerëve, gjithsesi vazhdojnë që të ekzistojë mundësia që të bien pre iluzioneve që krijojnë brenda kokës tonë, prandaj nëse është e domosdoshme, përsëris mund të merrni mendimin e vëllezërve të motrave tuaja të shoqërisë tuaj të ngushtë, po ashtu edhe të prindërve tuaj. Për sa i përket çështjeve sentimentale, në këto momente shenja e peshëve mund të ketë një ndikim të çuditshëm, sepse mund të dalin njerëz papritur përpara, pavarësisht nga një zonë që nuk e shikon, po e them me këtë në prezantime papritur. Do t'i këshilloj që t'i merrni parasysh sepse vazhdojmë që të jemi në periudhën ku ju jeni me fat, përsa i përket çështjeve sentimentale, këtu më tepër femrat, por edhe meshkujt mund ta them që janë me fat. Shëndetin fizik nuk besoj se ka nevojë të them, sepse unë them shumë shpesh ju jeni shenja më ndjeshme për sa i përket sistemit imunitar, si rrjedhoj bjeni më tepër pre e të gjitha virusave që qarkullojnë. Do t'i këshilloj normal që të jeni shumë të kujdesshëm. Vërtet shumë faleminderit që më ndiqni. 19 shkurtë është tojore po peshk, varet nga viti që keni lindur, ora që keni lindur, varet nga shumë gjëra. Siç e thash, nëse dini orën e saktë, mund ta shikoni nga shumë faqe që ekzistojnë në internet. Nëse nuk e dini orën e saktë, duhet të bëni një proces, domethënë, mund të drejtojnë te unë sepse është një shërbim që unë e jap. Është një proces që quhet rektifikacion që gjendet ora e saktë. Është një nga shërbimet e mia me pagesë, nëse jeni të interesuar, mund të vini dhe ta bëjmë, pra mund të pranotoni më të themi. Anare detyrimisht ndikon sepse një ditë diferencë, po një ndikim shumë të madh, ka ndikim shumë të madh. Anare këtë muaj, është datën 18 pra, ditën e diel, këtë ditë e diel është anare. Videon për hënën e re e keni gati, është te kanali im i YouTube-it. Për përsëris të video ta gjeni nesër, është te kanali im i YouTube-it, si gjithmonë të gjitha lidhjet drejt për drejta që unë bëj i vetë te kanali im i YouTube-it. Emri i kanalit YouTube-it është Astrologe Denisa Shylla, njëlloj siç është tek të gjitha platformat e mia. Unë bëj shumë lidhje të drejt për drejta, bëj edhe parashikime ditore, shkruaj vazhdimisht edhe ndikime të ndryshme që mund të kemi nga kalimet ose takimet planetare, këndët që krijohen. Do t'i këshilloj që t'i merrni parasysh, në qoftë se janë informacione për te atyre që unë mundem të jap për publikun, do të thotë që janë informacione personale të cilat janë pjesë e konsultave me pagesë, në qoftë se jeni të interesuar për te atyre për që mund të shikoni që janë të publikuara për ju, mund të drejtoheni, pra mund të prenotoni konsultën tuaj personale. Këto janë informacione që unë mundem të jap dhe i jap edhe pa më pyetur ju, por te këtyre është e pamundur sepse dhe unë kam një respekt për punën time. Siç e thash, pra nëse jeni të interesuar që të merrni informacione për veten tuaj, mund të prenotoni gjithmonë konsultën tuaj. Mund të prenotoni vetëm duke më shkruar nga WhatsApp-i, numrin e WhatsApp-it e gjeni te të gjitha platformat e mia, keni te profilet e mia ose tek videot, videon që është janë në YouTube. Është zgjedhja juaj komplet. Në qoftë se më merrni në telefon, numri juaj bëhet blok automatikisht. Gjithsesi edhe jo është zgjedhja juaj. Faleminderit shumë edhe juve. Që thash, jam shumë falenderose që më ndiqni, ndjehem e vlerësuar dhe e vlerësoj edhe unë shumë këtë.
Dhe si rridhoj, sa mundem informacione jap, dhe e di që jam një ndër astrologët që jap shumë më tepër informacione se të gjithë të tjerët, mundohem që të jap informacione sa më tipike të domethënë që janë më të rëndësishme. Prandaj dhe aq sa e respektoj unë juve, uroj që edhe ju të më respektoni mua. Mirë pra, shumë faleminderit edhe një herë që marrë pjesë dhe shihemi përsëri ditën e hënë, por përsëri nëse keni pyetje për gjërat që po përjetojmë në këto momente, qofshin këto në lidhje me kalimet planetare, qofshin këto në lidhje me problemet sociale që po jetojmë në këto momente, se si mund të vëzhgojmë dhe nga ana astrologjike, jam e lumtur që të kthej përgjigje. Më shkruani nga DM-i sepse do t'ju përgjigjem ditën e hënë, do të jetë në orën 19 ditën e hënë, pra datën 19 në orën 19 që nga pas kam të vëmë fiks. Mirë pra, shumë faleminderit edhe një herë dhe natën e mirë.